Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 20 janar dhe ne si çdo datë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë fillimisht me ngjarjet historike dhe do të kthehemi në vitin 1265, ku mblidhet parlamenti i parë i Anglisë nën Simon de Montfort, duke shënuar fillimin e parlamentarizmit modern. Në vitin 1841, Hong Kongu shpallet koloni britanike pas luftës së parë të opiumit. Në vitin 1942, konferenca e Wannsee në Gjermani, udhëheqës nazist diskutojnë zgjidhjen përfundimtare, një plan për zhdukjen sistematike të hebrejve. Dhe në vitin 1981, presidenti amerikan Ronald Reagan merr detyrën dhe në të njëjtën ditë, pengjet amerikane në Iran lirohen pas 444 ditësh. Në vitin 2021, Joe Biden inaugurohet si presidenti i 46 i Shteteve të Bashkuara, ndërsa Kamala Harris bëhet zëvendës presidentja e parë grua dhe me ngjyrë në historinë amerikane. 20 janari është dita 20 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 345 ditë. Ngjarje 1320. Vladislav i parë i shkurtri, pasi bashkoi vendin, u kurorëzua mbreti Polonis. 1356. Eduard Balliol vrau mbretin e Skocisë. 1840. William II u bë mbreti i Hollandës. 1842. Kina, sipas traktatit të Nankinit, i dorëzoi Hong Kongun Mbretërisë së Bashkuar. 1892. SBA luhet loja e parë zyrtare e basketbollit. 1936. Eduard VIII u bë mbreti i Anglisë. 1937. Franklin Roosevelt u zgjoll për herë të dytë si president i Shteteve të Bashkuara. 1944. Forcat ajrore mbretërore hodhën 2300 ton bomba mbi Berlin. 1961. John Kennedy në moshën 43 vjeçare inaugurohet për kryetar të SBA-ve, e që ishte kryetari më i ri në historinë e SBA-ve. Do të vijmë me lindjet dhe në vitin 1775 vjen në jetë André Marie Ampère, fizikant dhe amerikan francez, një nga themeluesit e elektrodinamikës. Në vitin 1873 vjen në jetë Johannes Wilhelm Jensen, shkrimtar danes dhe laureat i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1944. Në vitin 1899 vjen në jetë Al Capone, gangsteri i famshëm amerikan dhe figura kryesore e krimit të organizuar në Chicago. Në vitin 1920 vjen në jetë Federico Fellini, regjisor italian dhe një nga ikonat e kinemas botërore, i njohur për filma si La Dolce Vita. Në vitin 1988 vjen në jetë Sean Kingston, këngëtar dhe kantautor amerikan, i njohur për hitin Beautiful Girls. 1292. Lindi Eliska Prebyslova, mbretëresha e fundit çeke. 1775. Lindi André Marie Ampère, fizikant dhe matematikan francez. 1902. Lindi Nazim Hikmet, letrar turk. 1920. Lindi Federico Fellini, regjisor dhe skenarist italian. 1930. Lindi Buzz Aldrin, pilot dhe astronom amerikan. 1933. Lindi Ron Thompson, këngëtar amerikan. 1946. Lindi David Lynch, regjisor amerikan. 1945. Lindi Eric Stuart, muzikant anglez. 1949. Lindi Goran Persson, politikan suedez. 1951. Lindi Jan Hill, muzikant anglez. 1952. Lindi Paul Stanley, muzikant amerikan. 1960. Lindi Scott Tunes, muzikant amerikan. 1966. Lindi Tracy Guns, kitarist amerikan. 1971. Lindi Gary Barlow, këngëtar britanik.
1971 lindi Derek Green, këngëtar amerikan. 1979 lindi Will Young, këngëtar britanik. 1987 lindi Marco Simoncelli, motociklist italian. Por si çdo datë dhe kjo datë shënoi vdekje dhe në vitin 1649 ndron jetë Hasan Sabri Pasha, veziri Osman dhe figurë politike e rëndësishme. Në vitin 1936 kemi ndarjen nga jeta të George V, mbreti i Mbretërisë së Bashkuar që mbretëroi gjatë luftës së parë botërore. Në vitin 1984 Johnny Weissmuller, notar dhe aktor amerikan i njohur për interpretimin e Tarzanit në film. Në vitin 1993 ndron jetë Audrey Hepburn, aktore dhe humanitare ikon e njohur për rolin në filmin Breakfast at Tiffany's. Dhe në vitin 2012 kemi ndarjen nga jeta të Etta James, këngëtare amerikane soul dhe blueseve, e njohur për këngën At Least. 1639 vdiq Mustafa i Parë, sultan i Perandorisë Osmane. 1859 vdiq Bettina von Arnim, letrare gjermane. 1907 vdiq Dimitri Mendeleev, kimist rus. 1925 vdiq Kadri Prishtina, klerik, politikan dhe publicist shqiptar. 1936 vdiq George V, mbreti Britanisë së Madhe. 1993 vdiq Audrey Hepburn, aktore. 2010 vdiq Pashk Gjeçi, përkthyes shqiptar. 2012 vdiq Etta James, këngëtare amerikane. Ndërkohë kem veçuar për ju biografinë e Federico Fellinit, i cili ka qenë një regjisor i njohur italian, ftoq ta ndiqni. Federico Fellini, lindur me 20 janar 1920 në Rimini, vdiq me 31 tetor 1993 në Rom, ishte një regjisor italian. Filmat e Fellinit kombinojnë kujtesën, ëndrrën dhe fantazin. Filmi i parë i drejtuar nga Fellini ishte Lo Sceicco Bianco 1951 me Alberto Sortin, shkruar nga Michelangelo Antonioni dhe Ennio Flaiano. Në realizimin e këtij filmi, Fellini u takua me Nino Rotën, muzikantin që do ta ndiqte gjatë gjithë karrierës së tij të suksesshme. Fellini ishte i martuar me aktoren Giulietta Massina 1921-1994. Nga viti 1943 deri në vdekjen e tij në vitin 1945, ai pati një djalë që mbijetoi vetëm 2 javë. Ishte fëmia i vetëm i Fellinit dhe Giulietta Massina. Massina luajti në shumë nga filmat e tij. Aktorë të tjerë me të cilët Fellini ka punuar shpesh përfshin Marcello Mastroiannin, Alberto Sortin dhe Anita Ekberg. Përveç realizimit të filmave, ai shkroi edhe skenar për emisione radiofonik, për filma kryesisht nga Roberto Rossellini dhe shkroi gag komike për aktorë të njohur si Aldo Fabrizi. Fellini prodhoi gjithashtu disa vizatime, kryesisht laps në letër, shpesh portrete humoristike. Suksesi i tij i parë ishte në vizatimin e fotografive reklamuese për filma. Gjatë fashizmit në avanguardistika, shkrimet e tij të para ishin për Alianza Cinematografica Italiana, ACI, një kompani prodhimi e Vittorio Mussolinit, djalit të Benitos, i cili e prezantoi atë me Rossellinin. Në vitin 1944, kur fashizmi mbaroi, ai hapi një dyqan në Rom, në të cilin shiti këto vizatime. Dyqani u quajt në anglisht The Funny Face Shop dhe përmbante vepra nga Fellini dhe De Seta, Verdini, Camerini, Scarpelli, Majorana, Guasta, Globe, Atalo, Mineko, të gjithë shkrimtar, regjisor ose ndryshe intelektual që punonin për kineman italiane. Në të njëjtin vit, filloi kontributi i tij në Roma Città Aperta të Rossellinit me Aldo Fabrizin. Fellini mori pjesë gjithashtu në shkrimin e një tjetër prej filmave të Rossellinit, Palca. Ai shkroi edhe për regjisor të tjerë si Alberto Latuarda, Pietro Germi dhe Luigi Commercini. Në vitin 1987, ai fitoi çmimin BAFTA Academy Fellowship,
një çmim për arritje të jetës. Në vitin 1993, ai mori një çmim Oscar për arritjen e tij gjatë gjithë jetës. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Edhe Shëndeti. Mjalti përmban shumë vlera ushqyese. Në përbërjen e tij ka enzima, aminoacide, vajra esencial, vitamina dhe minerale, vitamin B1, B2, B5, B6, C, D, K. Për sa i përket mineraleve, natrium, kalium, kalcium, fosfor, magnez, hekur, zink, jod, bakër, krom dhe përbërës të tjerë. Vitaminat B, përkatësisht B1, B2, B3, B4, B5 dhe B6 përmirësojnë aktivitetin e trurit dhe funksionin e mëlçisë, gjithashtu kanë një efekt pozitiv në rritjen e flokëve. Vitamina C rrit rezistencën e trupit ndaj baktereve dhe viruseve dhe gjithashtu pastron trupin nga toksinat e dëmshme. Vitamina A ose beta-karoteni është e përfshirë në rregullimin e sistemit hormonal, gjithashtu përmirëson dhe shikimin. Vitamina E parandalon plakjen e parakoshme. Natriumi përmirëson tretjen. Kaliumi rregullon ekuilibrin ujë-krip të trupit dhe eliminon alergenët nga trupi. Hekuri, niveli e hemoglobinës dhe funksionimi qëndrueshëm i gjendrës së tiroideve varet nga E, si dhe thithja në kohë e vitaminave B. Magnezi jep trurit energji, ruan tonin e muskujve. Fosfori punon pothuajse në të gjitha proceset e trupit të njeriut. Bakri ul presionin e gjakut, ndihmon në formimin e hemoglobinës, kolagjenit. Zinko nxit shërimin e shpejtë të plagëve dhe frakturave. Seleniumi ndihmon në rivendosjen e fuqisë, element antikancerogen. Mangani heq tensionin nervor dhe është i përfshirë në funksionimin e gjendrës tiroide. Mjalti, para së gjithash, paraqet një brim të energjisë sepse tretet lehtë dhe rekomandohet për sportistët, rrit qëndrueshmërinë, si dhe bën që muskujt të lodhen më pak. Mjalti është një antioksidant i përkryer. Gratë statzana, të cilat konsumojnë mjaltë gjatë statzanisë së tyre, lindin fëmijë më të shëndetshëm. Për fëmijët e vegjël, mjalti rekomandohet pasi ata të kenë mbushur 1 vjeç. Lehtëson simptomat e gripit, tohjes, sëmundjeve në sistemin e frymarrjes. Mbi plagë ka veprim antiseptik, zvogëlon dhimbjen, gjithashtu nxjerr helmin. Mjalti ndihmon në problemet në lëkurë si plasarritje e lëkurës, skuqe e të tjerë. Gjithashtu, mjalti ndihmon me problemet me kapsllëkun, gastritin dhe ulçërën në stomak. Ngri nivelin e hekurit dhe redukton yndyrën në gjak, pastron organizmin. Mjalti është i njohur gjithashtu për efektin e tij në problemet me syt. Sipas disa studimeve, mjalti ndikon në rritjen e fëmijëve dhe sidomos në zhvillimin e shpejtë të trurit të tyre. Po kështu, mjalti këshillohet edhe për të moshuarit pasi forcon trupin fizikisht dhe ndihmon në përforcimin e të mbajturit mend. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për Al Capone. Alphonse Gabriel ishte një nga gangsterët më të fuqishëm në historinë amerikane. E njohur për dominimin e tij mbi botën e krimit të organizuar në Chicago gjatë periudhës së prohibicionit në Shtetet e Bashkuara. Ai u bë simbol i kriminalitetit të organizuar, duke kombinuar brutalitetin me një imazh publik të sofistikuar dhe joshës. Al Capone lindi më 17 janar të vitit 1899 në Brooklyn, New York, një familje emigrantësh italian nga Napoli. Prindërit e tij ishin njerëz të ndershëm, babai i tij punonte si berber, ndërsa ëma ishte shtëpiake. Al Capone praktisi shkollën në moshën 14 vjeçare, pasi u përjashtua për sjellje të keqe. Gjatë adoleshencës ai u fut në bandat e rrugëve në Brooklyn, duke filluar me punë të vogla kriminale.
Në këtë periudhë ai u bë pjesë e bandës së Johnny Torrio, një mentor i tij, i cili më vonë ndihmoi të ndërtonte perandorinë e tij kriminale. Në vitet 1920, Capone u transferua në Chicago për të punuar për Torrion. Pas tërheqjes së Torrios pas një atentati, Al Capone mori drejtimin e perandorisë kriminale, duke kontrolluar tregtitë ilegale të alkoolit, lërat e fatit dhe prostitucionit gjatë periudhës së prohibicionit në vitet 1920-1933. Ai krijoi një rrjet të gjerë kriminal që përfshinte korrupsion dhe dhunë. Al Capone njeh për stilin e tij të jetës luksoze dhe bujarinë ndaj publikut. Ai shpesh ndihmonte të varfrit dhe financonte organizata bamirësie, duke fituar simpatinë e disa shtresave të shoqërisë, pavarësisht nga aktivitetet e tij kriminale. Një nga ngjarjet më famkeqe të lidhura me Al Capone ishte masakra e Shën Valentinit më 14 shkurt të vitit 1929, ku njerëzit e tij vranë 7 anëtar të një bande rivale. Ngjarja tronditi kombin dhe vulosi reputacionin e Capones si një nga gangsterët më të rrezikshëm të kohës. Pavarësisht fuqisë së tij, Al Capone u arrestua jo për krimet e tij më të mëdha, por për evazion fiskal. Në vitin 1931 ai u dënua me 11 vjet burg dhe një gjop të madhe. Ai u dërgua fillimisht në burgun federal të Atlantës, por më vonë u transferua në burgun famkeq të Alcatrazit. Shëndeti i tij u përkeqësua ndjeshëm gjatë kohës në burg për shkak të kishtrajtimit. Në vitin 1939 ai u lirua për arsye mjekësore dhe u tërhoq nga jeta publike. Al Capone ndoroi jetë më 25 janar të vitit 1947 në vilën e tij në Miami Beach, Florida. Al Capone ndoroi jetë më 25 janar të vitit 1947 në vilën e tij në Miami, Florida, nga një sulm në zemër që erdhi si pasojë e komplikimeve nga sifilisi. Do të vijmë në rubrikën kuriozitete, ku sot të flasim për një kuriozitet të zhvilluar në vijat e tigrave. Tigrat, një nga grabiqarët më manitës të botës natyrore, janë të njohur për vijat e tyre unike, të cilat janë shumë më tepër se sa një tipar estetik. Ato kanë funksione praktike dhe janë një karakteristike veçantë e kësaj kafshe të fuqishme. Por më interesantja është fakti që vijat e tigrave nuk ndodhen vetëm në gëzofin e tyre, por edhe nën lëkurë. Ashtu si shenjat e gishtave të njerëzit, vijat e çdo tigri janë unike dhe mund të përdoren për të identifikuar individ të veçantë. Kjo veçori ndihmon shkencëtarët dhe studiuesin në monitorimin e popullatave të tyre dhe mbrojtjen. Vijat e tigrave funksionojnë si një kamuflim natyror, ato ndihmojnë që tigri të shkrihet në mjedisin përreth, veçanërisht në zonat me vegjetacion të dendur ose me hije të krijuara nga barrat dhe drurët. Duke qenë se tigri është një grabiqar i fshehtë, vijat e tij ndihmojnë të afrohet pa u vënë re nga preja. Kjo ndodh sepse pigmenti që formon vijat në qimet e gëzofit ndodhet gjithashtu në shtresat më të thella të lëkurës së tyre. Edhe nëse një tigër do të ruhej, modelet e tij të vijave do të mbeteshin të dukshme nën lëkurë. Vijat e tigrave janë zakonisht të zeza, por ndonjëherë mund të jenë më të qelta apo më të errëta në varësi të nën specieve. Edhe tigrat e bardhë, një mutacion gjenetik i rrallë e tigrit të Bengalit, kanë vija të zeza ose gri, të cilat gjithashtu shfaqen nën lëkurën e tyre. Çdo tigër ka mesatarisht nga 90 deri në 100 vija në trup, të shpërndara në mënyrë asimetrike. Tani do të ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 20 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në jug do të ketë vranësira më të shpeshta. Paraditja do të jetë tek thjellët në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave në jug të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 7 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 20 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 20 janar do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:48 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 3 deri në 9 gradë Celsius. Kukës -1 deri në 4 gradë Celsius.
Peshkopi 0 deri në 4 gradë Celsius. Tiranë 6 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 4 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Elbasan 3 deri në 9 gradë Celsius. Berat 4 deri në 10 gradë Celsius. Korç -6 deri në -1 gradë Celsius. Vlorë 5 deri në 11 gradë Celsius. Gjirokastër 2 deri në 7 gradë Celsius. Sarand 6 deri në 10 gradë Celsius. Tani do t'ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 20 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta duke sjellë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale të shkurtra kthjellimesh. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica ndërsa pasditja sjell rritje të lehtë të temperaturave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -6 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 20 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 20 janar do të jetë rreth orës 6:53 minuta ndërsa perëndimi rreth orës 16:40 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -5 deri në 5 gradë Celsius. Podujev -6 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj -4 deri në 4 gradë Celsius. Pej -3 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë -3 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov -3 deri në 6 gradë Celsius. Malishev -4 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan -5 deri në 4 gradë Celsius. Ferizaj -4 deri në 4 gradë Celsius. Kaçanik -4 deri në 2 gradë Celsius. Suhare -4 deri në 6 gradë Celsius. Prizren -5 deri në 4 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.